Munësh me ditë çka është e vërtetë edhe çka nuk është e vërtetë. Galaxy ain't ready for this corner store loss. I'm Isaac Newton. I'm here to say The microfilm is in your ticket. ocean. It's a force. Jetojmë në një kohë që shumë shpesh nuk po mundu me ditë se çka është e vërtetë. Ka një herë shkon me marr naj spec, e kupton që është veç turp. Green pepper, real or cake? That pepper is a cake. E në qëfë se e menon që s'mun është me u konfuzu ma shumë, unë po du me të regu që unë s'jom për një me, jom veç AI. Nejse dhe, ju bash. Okay, so this is how you start. You find a tree E and krejt këto video që pishohim, i ka bu AI, me audio edhe me video. Qka po sheti, është kompjuterike. Google sa po e ka lansu një AI të ri që quhet Veo 3 edhe është crazy. Ti veç i jep një tekst edhe e ta kthen në një video me skena, zëra, muzik, krejt komplet. E qysh po funksionon kjo? Veo 3 i kupton pamjet edhe gjen automatikisht çfarë zoni i shkon videos. S'ka nevojë as me u lodh me montazh. Përveç kësaj, Google prezantoi edhe një aplikacion të quajtur Flow për krijimin e filmave me AI që të lejon me kriju video të shkurta me tekst ose imazh, tu e përdor modelet më të avancuara si Veo 3 edhe Gemini. Çdo ditë më shumë, pe kuptoj që kena me met pa punë. Au konfuzuve boll për sot. Me mjete si Veo 3 edhe Flow, kufiri mes përmbajtjes që e krijon njeri edhe asoj që e bën AI, po shduket. Po qysh mundet me ndiku kjo të na? Hajde të gjeneratat e reja, po paramenu gjeneratat ma të vjetra. Qka mundën me po e me besu tash? Lejeni koment se qka po mendon. E mos harro me bu follower Ban FM në krejt platforma sociale, e subscribe në YouTube.